ëmbëlsirë me moll ose milopita. Si e përgatisim tani? Në fillim do grimë 8 moll në rende, edhe pastaj na duhet gjysmë gote me arra, të cilat duhet që t'i grim në mikser, edhe gjysmë gote me rusht të thatë, do t'i hedhim brënda, edhe një lugë të vogël me kanellë, një gotë me sheqerë, edhe një filxhan kafeje me konjak. I përzjejmë të gjitha bashkë, edhe e lëm përzjerjen më njane, që të mundemi të përgatisim brumin. Tani për brumin çfarë duam? Duam 3 kokra vezë, edhe një gotë e gjysmë me sheqer. Sheqerin varet sa të mbledoni juve ëmbëlsirën, po kaq thotë është receta. Duam vaj misri ose lule dielli, jo vaj ulliri, një gotë do me thënë, edhe e hedhim brënda, edhe miell tani sa të marri që të na trashet brumi, nuk mu them do të se sa miell, po do ta shikoni me sy. Tani gjysmën e këtij brumit, si të shikoni, do ta vëmë në tepsi, do ta shtrojmë në tepsi. Brumit të i hodhëm edhe një zarf me baking powder, e patë, po duhet të ta themë, edhe e shtrojmë brumin në tepsi, pastaj gjysmën e brumit si që thashë, përzierjen e mollës, edhe nga lart brumin tjetër si shikoni e grimë me rende që të dali kështu i mirë dhe i shkrifët. Milopita, provojeni.